sezonin e kaluar. Kam pas probleme edhe me lëndim. Pra 2 lëndime kam pas, një lëndim i cili ka zgjat 3 muaj dhe i dyti 1 muaj, pra gjithsej 4 muaj. Edhe më ka hub sezonin, pra sezonin komplet. I kam pas shumë pak ndeshje të lutna sezonin e kaluar dhe e kam mendu sinqerisht, po më e kam mendu me tërheqjen edhe prej futbollit. Pra e kam pas. A ishte qatë periudhë e vështirë? Ishte periudhë e vështirë normalisht. Lëndimet jashtë formës, kur filloja me stërvitje, pasimi nuk shkonte mirë, pranimi, thjesht nuk ishe vetvetja dhe është një periudhë shumë e vështirë. E ke pas lëndimin këtë pjesën ansore të muskulit në sa e kuptova. Po gjatë bisedës e përmendëm që trajtimi i kësaj pjese këtu në Kosovë është pothuajse i pamundur. Po, veç me stërvitje, pra me ushtrime të kaluhet lëndimi. Pra nuk ka terapi adekuate për çat pjesë të muskulit të pjesën ansore. Po tha që në fund ka qenë edhe një përfitim gjatë kësaj periudhe sa ka qenë i lëndum, sa i përket masës muskulore që të ka ndihmuar. Gjatë asaj periudhës 3 muajore, pra sa kam punu, i kam zhvillu dikon 22 terapi. 22 terapia, po. Tu përfshi këto injeksione gjithçka. Edhe në formësimin e muskujve të këmbëve ka qenë një ndryshim drastik të